Në kuadër të 40 vjetorit të shkollës Ndremjeda, në një atmosferë të veçantë, stafi dhe nxënësit priten me duar trokitje ish nxënësin e tyre, kampionin e peshngritjes Erkan Çerimaj, i cili u rikthye aty ku nisi rrugëtimin e tij. Gjatë bashkëbisedimit me nxënësit, ai ndau historinë e rrugëtimit të tij, sakrificat dhe momentet më të rëndësishme të karrierës së tij kombëtare. Për mua është një emocion shumë i madh të jem këtu sot, pasi herë në fund kam qenë që kam dalë nga shkolla 8 vjeçar dhe kjo është që ka rikthyer mas shumë viteve. Mund kanë ftuar dhe në shkolla në Tiranë shumë shkolla, po këtu është emocion më i madh që të jem përballë jush. Në moshën e 14 vjeç jam shpall kampion Evropë dhe sukseset e mia të para kanë filluar nga shkolla, pasi kur u evidentova si talent nga klubi Vllaznia, klubi Vllaznia bëri një kërkesë që ishte orari i stërvitjes në orën 4 dhe për të arritur rezultate më japshin leje pak më herët që të shkosha në stërvitje për të përgatitur. Unë kam marrë mbi 2 dekada rezultatet dhe vazhdoj përsëri në arenën ndërkombëtare. Sepse një sportist, veçantia e një sportisti nuk është të arrijë një herë ose 2 herë ose 3 herë, por të arrijë shumë herë me vendosmëri, me punë, rezultatet e përfaqësimit në arenën ndërkombëtare. Ndeshja më e fortë që unë kam pas ka qenë Izrael në vitin 2014, pasi kisha kundërshtar një sportist shqiptar. Gara e Izraelit ishte edhe medalja e artë e parë që ardhi për Shqipëri për të rritur dhe ishte një sfidë me vete dhe unë kisha kaluar një periudhë të vështirë. Ka pas shumë momente të bukura dhe faktikisht momente që unë pata fillu me paguar dhe arrit të shpallëm kampion kombëtar, më kishin vënë një foto poshtë aty dhe sa herë që kalosha, shifsha foton dhe ajo më emociononte më tepër dhe sepse ishte një lloj vlerësimit. Në mesazhin e tij për të rinjt, ai inkurajoi të ndjekin ëndrat me vendosmëri dhe të mos dorëzohen përballë vështirësive. Mesazhi im është që siç i them edhe djalit tim, që ditë mos e çoni kohën kot, por investoni që koha juaj ketë vlerë në të ardhmen dhe nëse ju bëni diçka me vlerë çdo ditë, mbas 5 viteve ose mbas 10 viteve ose mbas 15 viteve do fitoni shumë. Çdo ditë do mos e çoni kohën kot, kjo është mesazhi. Drejtoresha e shkollës Nevila Xhabiaku falenderoi peshngritësin e njohur për vizitën e tij dhe shembullin frymëzues që përcjell tek nxënësit. Atëherë unë si drejtore dhe në emër të gjithë stafit ju falenderoj shumë për vizitën këtu në shkollë. Me thënë drejtën e ka përjetuar dhe familja jam në këtë moment, sepse është emocion me pas një kampion bote, kampion e Europës. Në shenjë mirënjohje për arritjet dhe përfaqësimin dinjitos të Shqipërisë, shkolla i dorëzoi një certifikat mirënjohje kampionit peshngritës Erkan Çerimaj.